Përshëndet miq, atëherë jemi live në këtë transmetim në qytetin e Elbasanit. Siç e shihni nga pamjet, ndodhem në qendër të qytetit. Do të përshkruaj një rrugtim nga hyrja e Kalas në rrugicat e vjetra të qytetit të Elbasanit. Më pas do të ngjitemi në rrugën Rinia dhe tek universiteti dhe do të kthehem sërish në qendër. Atëherë shoqërojmë rrugtimin tonë me pak muzikë në sfond. Vazhdojmë në rrugët e vjetra të qytetit të Elbasanit. Përshëndetje Klevi, përshëndetje Ada, panu përshëndetje. Ka qenë një ditë me shi kjo e sotmja. Sipas parashikimit meteorologjik parashikohet që ditën e shtunë dhe diel të ketë dhe reshje të dëborës. E mirëpresim dëborën. Anisa, përshëndetje. Pra jemi në qendër të Kalas së Elbasanit, rrugicave, në saktë të rrugicave të Kalas. Kjo quhet rruga Ignatia. Patur reshje intensive të shiut. Shpresoj që mos kemi reshje të tjera, por parashikimi i motit është do të ketë reshje këto 3 ditë.
do të ketë dhe ngrica. Këto e rrugicat në brendësi të Kalasë Elbasanit. Në shumë pak gjanë, edhe nuk ishte bërë jetor. E disa ka marrë në një. Kjo di që ka dhe, ishte 3.000 vetat ishte në blusë. Me i lajtë. Jo në sekundë, jo qëtari, një lajtë për e të 20.000. Sa të pak bërë shumë të i la të të masë, që të pak në gjukë Europa. Nuk e fitova. Nëse din që ishte 20 km. Njëllë përshëndetje, një falenderit, uroj këtë pjesë rrotirie. Pano nuk kam plan tani për momentin për skapare. Në pranverë do të bëj një optim të tillë. Kështu që për momentin nuk kam plan fare të lëviz. Andaj. Po, Empty Channel, jemi në rrugën që të çon tek universiteti.
Atëherë, mirë se erdhët një persona që sapo keni hyrë në live stream, e cilët dërgon deri tek Universiteti Aleksandër Xhuvani, me pas do të kthehemi sërish në qendër. Pa no, nuk të shkon ky koment, nuk do ishte etik për ty, sepse nëse do ishte dikush tjetër do kisha bërë blog direkt, por me qenë se je fan si vjetër, po të toleroj. Kështu që etiketimin e tillë unë e quaj të papranueshëm. Këtu nuk të faqe nuk lejohen komente raciste ose komente bullizmi, ose ofendime të ndryshme, kështu që të lutem për tjetër komente të tilla jo. Edhe unë të tolerova, duke menduar që ti bërë një koment jo etik, nuk mund të thuesh shko tek lagja e jevë, në kupton është diçka ofenduese për një komunitet të tërë. Shpresoj që në kupton, kështu që e pranoj ndjesën. Si që po thoja pak më parë, në Shqipëri do të ketë reshje të dëborës, pritën të ketë reshje të dëborës gjatë mbrëmjes së shtunës dhe ditës së diel. Nëse do të ketë dëborë, do të jenë në transmetim direkt, të treguar atmosferën, sepse në Shqipërinë e mesme, sidomos reshjet e dëborës janë shumë të rralla, kështu që ne me zi mirë presim. Të shohim. Në rrugën drejt. Era Gaming, kemi dhe një kolektiv qensh, flitet që i marrin nga Tirana dhe i sjellin natën këtu, nuk e di sa është e vërtet. Përshëndetje Greqia, përshëndetje gjithë shqiptarët të cilët jetojnë dhe punojnë në Greqi. U kene dhe shkollën Sulharri.
për bëjnë një gjelbërim shumë të veçantë në këtë rrugë. Është një ndër rrugët që unë preferoj shpesh. Vi e bëj shpesh sepse ka shumë gjelbërim. Ka dhe ajër pastër shumë. Duke menduar që pemët e filtrojnë edhe ajrin, kështu që e preferoj shumë këtë rrugë. Panon nuk kam jetuar jashtë shtetit. Kam qenë në momente të shkurtra, periudha të shkurtra, por nuk kam jetuar, nuk jetoj jashtë. Jetoj vetëm në Shqipëri. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt Universitetit Aleksandër Xhovani. Jemi afër. Shekora Nuka, faleminderit. Përsa i përket veriut të Shqipërisë, në kanal ke video të Kuksit, Tropojës, sepse kam qenë aty para një muaji, kështu që ke videot në kanal. Ndërsa në qytetin e Borrelit, Laçit dhe të Lezhës, i kam planifikuar të shkoj shumë shpejt. Për shembull në Lezhë, po ta pengu në një qytet, plus pamive që bëj në live stream, bëj dhe pami me dron, kështu që në qëse sot ishte kohë me shi, ishte e përmundur që të shkoja aty, sepse nuk mund të përdoj edhe dronin. Kështu që qyteti Lezhë dhe tjetë shumë shpejt në live stream. Atëherë kemi ndërritur afër Universitetit Aleksandër Xhovani. Është një universitet i cili ka shumë nxënës nga gjithë Shqipëria vinë këtu. Vjen bëj studimet në këtë universitet. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt. Në momenti që ka shi me dronë është e pamundur të xhirohet, sepse
motorët e dronit bllokohen, kështu që mund të shkaktohet problem në dron. Është kosto e cila shkon për 1.000-1.500 euro, kështu që kur ka prezencë shiu, droni nuk mund të përdorësh. Kjo është rruga e cilët çon edhe tek pjesa e spitalit. Krasi që përfoja, kjo është pjesa e kuzinit, kemi spitalin drejt, ndërsa në krahun e djathtë është parku Rinia. Po mendoj të kaloj dhe aty, pse jo, nëse do kemi shikueshmëri të lartë. Gjatë pjesës ku do të vres rrugën poshtë, do të shtoj edhe tek parku. Kjo varet nga numri i shikuesve, nëse ka shumë shikues, do të përshkruaj edhe pjesën e parkut. Dritem Alimetit, përshëndes. Atë vazhdojmë rrugën poshtë, në krahunit djathtë. Kjo është edhe konvikti. Konvikti i studentëve. Shikoj që keni prezencë të mirë shikuesish, e vlerësoj shumë. Faleminderit se ju. Po Anisa, aty ka patur punimet cilët janë diskutuar shumë nga qytetarët e Elbasanit. Disa i kanë pranuar për mirë ato punime, disa të tjerë kanë folur negativisht për ato punime, sepse aty ka pasur fatikisht një dëmtim të pjesës së gjelbërt dhe është betonizuar deri diku disa vende janë betonizuar, kështu që edhe unë do doja të shfaqja pamjet. Do të shikoj nëse numri i shikuesve do të jetë i mirë, do shkoj të bëj live stream edhe aty direkt. Toni, përshëndetje New Yorku. A bie bor në New York, që kam vëre nga video të ndryshme që aty ka pasur shumë borë. Ana e kam plan të hap një live stream me video të tilla të shohim në ditën e vim. Do ta përgatis një live stream të tillë.
Këtë asere duhet të ndërpres audion, sepse ka muzikë në sfond, edhe muzika me copyright në të blokojnë live streaming. E kam parë toni që ka patur shumë reshje dëbore nga youtuber të cilët bëjnë video të tilla me walking. Ato video preferohen shumë fatikisht, edhe unë me zi Hajër Pete, përshëndetje Gjermania. Përshëndetje gjithë shqiptarëve të cilët janë në Gjermani, ka shumë të tillë besoj. Sidomos nga pjesa e mjekësisë, besoj ka shumë shqiptarë të cilët kanë shkuar në Gjermani për një punë më të mirë, ndoshta edhe për një jetë më të mirë. Por ne këtu për ne kush do kujdeset, sepse po ikin shumë infermierë, shumë mjek. Shpresoj që kjo ikje e di ana, e di që është perspektiva atje, por problem për ne që jetojmë këtu, atëherë po ndërpres audion për pak sekonda, sepse ka muzikë në sfond në lokali përballë. Tonin sa për kafene, ku janë bërë shumë luksozër vlla. Janë bërë kafenet mjaft luksoze, kështu që në Elbasan të paktën janë mbi 10 ose 15 të tilla, cilat janë shumë luksoze si kafe. Mendoj që kafe të tilla nuk ka se di, ndoshta ka, mos gaboj, ose të projtë, ose pjesë, por për shembull në Paris kafe të tilla ishte shumë të rralla. Edhe në Itali për shumë të thjeshta kafe të ndej, ndërsa ku janë mjaft luksoze. Shikoj që kemi komente nga shumë bashkëpunëtar. Atëherë po lexoj pak, sepse nuk arrita të lexoj komentet gjitha. Më kalojnë shpejt. Panu, për spitalin nuk kam informacion. Përshëndetje, kam një përshëndetje nga Arviola nga Amerika, e përshëndes. Nuk e di si jeni me Covidin andej, a është ullur numëri, së është ullur. Altin Jezo, po, do të shkoj shumë shpejt në Fier. Të bëj një video tjetër, sepse ajo ishte video e cila më blokoi në shija ditë. Ta maj men atë shije kam hëngur gjithë në trup. Kështu që do të shkoj ditë live stream. Kështu që tashmë i kam marrë masat.
Çadra gjithmonë është me vete. Këtu janë të gjitha lokalet dhe restorantet e hapura. Tashmë orari është ullur me 2 orë, domethënë më ishte në orën 22, është bërë deri në orën 20. Pra në 8 darkës mbyllen kafenet edhe restorantet, lokalet çfarë janë këtu, mbyllen në orën 20. Pra tani në kufizimi është prej orës 20. Hajo Pepe, faleminderit. I përshëndes gjithë shqiptarët në diasporë. Mendoj që këto video janë shumë të vëra për to, cilët kanë mall. Po kaloj në Karavumaton. Këtu filloi shiu të tashme, do të duhet të përdor çadrën. Nga Gjermania, përshëndes. Fatoska. Përshëndes. Arbiona, faleminderit për komentin. Në Vlorë do shkoj ditë tjetër sërish, sepse do të përshkruaj të gjithë pjesën e pedonales edhe lungomaren deri tek tuneli. Aren Shapa, përshëndetje. Nisa erdhe. Anisa, faleminderit për komentin. Përshëndes. Ata tashmë ndodhemi në rrugën e gjykatës. Këtu afër kemi zyrat e avokatëve dhe gjykatës. Tamam. Böyle. Këtu jeni në kryqëzimin e cili është edhe rajoni i policisë. Respekt për uniformat blu.
Ilir Fezullah, faleminderit për komentin. Përshëndes ty dhe gjithë shqiptarët cilët ndodhen në Francë. Shpresoj të jeni mirë të gjithë. Panu, lumë goja. Atje para orës karantinës, orës e cila na bllokon dhe nuk mund të lëvizim për të bërë live stream. Drita, faleminderit nga Zëriu. Përshëndetje për gjithë shqiptarët në Zvicër. Pra, si që shohim edhe nga komentet, shumica e ndjekësve janë personat cilët jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian, por edhe në Amerikë. Akoma nuk kemi koment nga Afrika ose Azia, nuk e di. Dashamirë, përshëndetje. Nuk jam Tiranë, nuk e di pse çfarë kam Tiranë orën 5:30. Kemi një koment në emër grek, unë nuk e lexoj dot sepse greqisht nuk di, kështu që e përshëndes. Kushdo qoftë ai, e përshëndes gjithë shqiptarët cilët jetojnë në Greqi. Ana Premieri është video që të kuptoni. Premier, videot Premier nuk janë video që transmetohen live, por janë videot përgatiturat, cilat transmetohen si Premier. Pra si videot cilat nuk janë shfaqur më parë, ndaj dhe quhen Premier. Kështu që të gjitha videot cilat lexojnë Premier nuk janë video live. Milano, përshëndetje. Përshëndes gjithë shqiptarët cilët ndodhen në Itali. Kemi shumë miqë dhe dashamirës cilët janë në Itali, kështu që i përshëndes. Pra tashme, këtu se jemi afruar bulevardit qendror të qytetit, duke parë numërin e ndjekësve të cilët janë shtuar së fundi. Unë po shkoj po afrohem parkut të Rinia, në cilin është bërë një rekonstruksion kohët e fundit. Nuk e di ka përfunduar ky rekonstruksion apo s'ka përfunduar, por do të shohim pamjet. Transmetimin që kam, besoj do të dalim. Jam 45% bateri. Jo, panu, dhe më thënë, vetëm shprehja Premier do të thotë video që shfaqet për herë të parë. Pra është një video si Premier, jo video live. Kemi një objekt i cili është vendosur në një dyqan celularësh këtu përballë. Të tilla gabina ndodhen në Londër, kështu që përshëndes. Ajan Shaba, faleminderit për komentin, vëlla të përshëndes. Jemi ndër fansat në të vjetër faqes. Duhet kalosh bukur.
nëse po vazhdon. Sajmir Demani, faleminderit për komentin, përshëndes. Rrugën e blinave. Aty mund të shikosh edhe pastat. Anisa Gjini, aty do të kaloj. Aty është rruga. Dëshërnir maskulit, përshëndes, pa bukur. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt. Shpresoj që kjo muzikë mos më bllokoj live streamin. Tashme jemi në sheshin Kozmanaska, ose si qinjët ndryshe edhe Shakrivani. Vazhdojmë rrugën drejt. Fatoskasa në Belsh isha së fundmi, kështu që besoj do të shkoj, por do të shkoj ndoshta nga prill ose nga maj. Ndoshta në maj për të qenë më korrekt. Nightmare, kur të kthehem do të kthehem në stadiumin. Atëherë sot jemi në datë 11 shkurt 2021. Afërsisht po shkon ora 5. Temperatura këtu është 11 gradë. Atëherë po afrohemi të mbjellë një sy parkut të Rinia. Është një park ku ka patur punime së fundmi aty.
Jemi afruar parkut. Ka shtë unë do të ndryshoj pak baterin, qëndroni në linjë, mos të vizë pak. Do më falin pak sekonda, sigura më të ketë pak vibrim. Se do të ndroj pak baterinë e kamerës. Kjo tashmë jemi sërish në transmetim bashk. Pra, është ajo që bisedova pak më sipër, ose tregova pak më sipër, në sakt, që këtu ka patur një betonizim, si të shihet edhe nga pamjet. Mua më vjen keq, por kjo është pamja. Do preferoja që këtu të kishte gjelbërim, por si të shihet, jemi vetëm beton. Se është bërë kjo, por mendoj që është diçka jo e mirë. Pra ka patur shumë persona të cilët kanë shprehur mendime të ndryshme për parkun. Ky park ka qenë tepër shumë fare i gjelbëruar. Është dëmtuar deri diku, por përsëri kapen. Kemi edhe një kënd pushuesish, ku mund të pushoj në pra kemi edhe pjesë të gjelbërta, nuk diskutohet kjo. Shumica e parkut është e gjelbër. Por ka edhe pjesë të cilët unë mendoj që nuk ishe i nevojshëm gjithaj beton. Po stolat për shumë bukur. Këtu kemi pjesën e cila është tashmë një masakër totale. Pra, diçka e cila është krejt e panevojshme në një park. Do doja të hipja këtu sipër, është pak e lartë. Tashme kam hipër sipër këtu, është arrita që t'hip sipër.
Po vendos pak muzikë sa për sfond sepse më duket shumë trishtuese si pamje. Tani që ka rashi duket akoma më keq. Nuk e di se ku është synimi për të bërë diçka të tillë. Pra, ana jemi në mes të një parku në cilin ndodhet kjo hapësira këtu. Ndoshta është bërë për të shëtitur, sepse hyhet atje matan, hyhet në fillim, edhe përshkruhet në këmbë ndoshta kjo, po tani që ka ra shiu, kjo është bërë vërtet për të ardhur keq. Edhe me duhet të zbres, do hidhen pak, kështu që figura mund të ketë pak lëvizje. Okej. Nuk do doja ta shfaqja këtë pamje, por kjo është. Në të channel është diçka që ne nuk e dim se çfarë është bërë këtu për sa i përket vjedhjes, por si projekt mendoj që është projekt që nuk është pëlqyer shumë nga qytetarët e Elbasanit, të paktën për aq sa kam dëgjuar unë. Sa i mirë po, është bukur përveç asaj pjesës aty, e cila mendoj se në një ditë tjetër ajo do të mbushet. Jam i sigurt për këtë. Të shumë të aty ka prezencë uji, kështu që ajo diçka normale, e pranueshme, mendoj. Po, ka fushja ku është këtu. Mesa shoh është fushë basketbolli. Si që thash, ka patur shumë e shiu, edhe këtu ka pa prezencë uji, po nuk besoj se kjo përbën shumë problem. E kam bërë një të mirë empty channel, por nëse do ishte drejt, nuk do kishte pra disnivel, nuk do kishte as ujë aty tani. Gjithsesi është bukur.
Ana këtu në pranverë është mrekulli, sepse ka dhe shumë qytetarë cilët vinë këtu për të pushuar, sjellin fëmijët, vinë të moshuarit. Është shumë bukur në pranverë, ju premtoj që do të vi. Sapo të kemi edhe ndryshimin e kohës, pra edhe gjelbërimi të jetë më i mirë, kështu që do të jem këtu në pranverë. Do t'i afrohemi sërish që nuk pëlqen. Ndoshta pamja tani duket pak e zbet, sepse jemi në muzikë, thuaj se po erësohet, kështu që shpresoj që figurat shihet së më pastër. Nuk e di, Empty Channel, nuk e di. Nuk e di se çfarë shërben kjo pjesa këtu. Për të ardhur keq, vërtet. Që shohim nga pamjet, kemi një park shumë të gjelbëruar. Është një park i cili preferohet shumë nga qytetarët e Elbasanit. Në fundjavë këtu është shumë i të mbushur ky park me fëmijë, edhe me qytetarë, edhe të moshuar. Sidomos në pranverë, këtu është plot. Pra është bukur, kemi edhe një kënd lojrash fantastike, ja i afrohemi. Emrin e paske në forma kineze, me sa shoh është Ela. Të përshëndes, gjithsesi. Ja, ku kemi diçka të bukur, ku fëmijët argëtohen, lozin. Elda nga Vlora, po. Përshëndes Elda, mirë se erdhe. Kemi një vend pushimi, është menduar bukur. Po heq kamerën wide sepse tashmë po fillon të erësohet, kështu që drita është pak më dobët.
Ata përshëndetje, mirë se erdhe. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt. Ti e pak shi këtu. Nuk është që është një intensitet i madh shiu, por gjithsesi ka pak rreshje shiu. Nëse shohim në komentet kemi fansa të rinj, cilët janë shtuar faqes. Ju ftoj dhe ju sugjeroj të bëni subscribe kanalit tim YouTube. Nëse dëshironi mund të klikoni në shenjën e ziljet. Ndijes nëse ka goditje figura ose lëvizje, siç që thash, jemi në transmetim të drejt për drejt. Është një transmetim ku nuk ka as montazh, as prerje planesh, asgjë. Jam shumë kurioz të di nga fansat që më ndjekin se nga videot që kam bërë live stream, cili qytet ju ka pëlqyer më shumë. Elbasan Arena. Elbasan Arena i cili besoj se e keni parë gjithë në foto ose në video ose në transmetime sportive. Kjo është pjesa ballore e tij. Dhe bërë shumë evenimente sportive. Vazhdojmë rrugën drejt qendrës së qytetit.
E të edhe një si bateris, sa nga ka betur. Dhe se në këtë bateri. Shkojmë edhe një qendër me këtë bateri. Për më shlen gjurmën e automjetëve, të rrisë pak volumin e muzikës. Jemi në transmetim të drejt për drejt për 1 orë e 20 minuta. Besoj do t'jemi edhe 10 ose 15 minuta bashkë në transmetim të drejt për drejt. Mund të komentoni, mund të vini për shtypjet tuaja për lek. Do mirë prisja sugjerimet tuaja për animal. Sugjerimet tuaja për qytetet cilat do të ndryshimi në vitet e radhës. Ana faleminderit. Në kanal është duke po bërë premierë një video e cila e kam xhiruar në Tiranë para 3 ditësh. Atë e ripostova sepse ishte një problem teknik edhe nuk duhet u desh për ta hequr. Edhe ta ripostoja videon, kështu që video po bëhet premierë tashmë në kanal. Ky është parku i vogël, parku Kosmanaska. Është njihet ndryshe edhe Shatrivani. Renato, përshëndetje, nëse erdhe. Shikoj që numri shikuesve është rreth 100-120 persona ikin në vit. Sa për statistik, numri më të madh shikuesve e kam patur në qytetin e Firit. Në Adela Extreme kam patur rreth 320 persona që do të më ndiqnin direkt. Nuk e di, por numri i shikuesve që kam pasur në qytetin e Firit nuk është arritur në asnjë qytet tjetër.
Henry Tela thot që nga trotuari tjetër është më bukur. Po, në vërtetë është më bukur, por ato trotuare kanë përshkruar në 2 video të mëhershme. Kështu që po përshkruaj këtë trotuar në qenë se nuk kam kaluar herë tjetër në live stream, po ja afro në qendrën e qytetit. Jemi live për 1 orë e 25 minutash. Kam pak vështirë lëvizjen sepse në një dorë kam çadrën dhe në dorën tjetër kam kamerën, kështu që do ju të ndjes nëse ka lëvizje figurës. Tashmë shiu ka filluar të bjerë në intensitet. Atëherë kemi një video që sapo është publikuar në kanal, e cila ka eci në rrugët e Tiranës. Është tashmë që po transmetohet për mirë. E vazhdini me mbrëma. Ky ishte busi i monumenti Aqil Pashës.
Nuk e di nëse u dëgjova apo jo. Ne jemi në kryqëzimin e Limajit. Gjave, përshëndetje nëse... Po fushër, pra. Dora vetë. Nuk e di nëse dëgjohet mirë apo jo, por shpresoj të jenë dëgjuar. Blerina me mbrëmje. Nga pamjet kafenet janë të mbushura. Personalisht do preferoja që qytetet kishin më tepër ndriçim. Në Tiranë vret më tepër ky problem. Këtu në Los Angeles ku ka ndriçim, por jo në atë shkallë që unë preferoj. Po doja që kishte ndriçim më i mirë. Në pjesën vallore kemi pullën e Sahatit. Një ndër ikonat e qytetit, është një objekt i cili është shumë i lashtë, shumë i vjetër. Nuk e dëgjohet mirë sepse janë atë me maskë. Pra telefoni thotë që bateria po përfundon. Qëndrojmë dhe 3 minuta bashkë. Kemi një tram të improvizuar. Është për fëmijët, cilët aktohen në këtë treni, kundër një pagese modeste.
Atëherë jemi në parkun tjetër të qytetit të Elbasanit, i cili është parku Ajkut Pasha. Nuk e di se përse këtu mujnë dritat. Është parku i cili ndodhet në qendër të qytetit. Është park shumë i preferuar për qytetarët e Elbasanit. Por ndryqimi mungon. Për shembull, këtu do të kishte drita, nuk ka dritë.